Miqtë e mi, ju falenderoj që keni zgjedhur të kaloni këto minuta të ditës suaj së bashku me ne. Sot do të kemi një bisedë shumë të veçantë. Do të flasim për një temë që prek zemrën e shumë familjeve: traumën në fëmijëri. Shumë fëmijë rriten duke mbajtur brenda tyre përvoja të dhimbshme, që nuk duken me sy, por që i shoqërojnë gjatë gjithë jetës. Trauma mund vi nga dhuna, neglizhenca, humbjet, apo situata që një fëmijë i vogël nuk ka fuqi t'i përballojë. Dhe edhe pse fëmijët shpesh duken të fortë brenda tyre, mund të mbeten plagë të thella, që ndikojnë në mënyrën se si ata rriten, ndihen dhe e shohin botën. Sot kemi sërish në studio zonjën Ruth Wegner, e specializuar jashtë vendit për të trajtuar traumën në fëmijëri. Ajo ka përvojë të gjatë, që ka punuar me fëmijë që kanë kaluar situata të vështira dhe dëshiron të ndihmojë jo vetëm fëmijët, por edhe prindrit, mësuesit apo profesionistët që të kujdesen për ta. E në këtë bisedë do të ndalemi tek shenjat që duhen vërejtur, tek mënyrat më të dobishme të mbështetjes, tek roli i familjes dhe i komunitetit, por mbi të gjitha tek shpresa se shërimi është i mundur dhe se asnjë fëmijë nuk është vetëm në këtë rrugtim. Me mua në studio sot është Ruth Wegner, e specializuar në trajtimin e traumave në fëmijëri. Ruth na ndihmoi sot që të kuptojmë traumën në fëmijëri dhe jo vetëm kaq. Zoti ka vendosur në zemrën tënde që të ndihmosh edhe profesionistë të tjerë, prindër, mësues, persona të tjerë që shërbejnë në kisha me fëmijët, se si ta kuptojnë traumën dhe si t'i ndihmojmë fëmijët. Faleminderit shumë që je me mua sot në studio dhe mund ta bëjmë bashkë këtë bisedë të këndshme. Shumë faleminderit Ledja, është edhe kënaqësi për mua të jem këtu. Përpara se ne të merremi me çështjen kryesore që kemi zgjedhur të bisedojmë sot, unë do doja që të më tregoje pak më shumë në lidhje me punën tënde, dhe specifikisht me personat, me fëmijët që kanë kaluar trauma gjatë fëmijërisë. Na trego pak më shumë. Në fakt, bashkë me bashkëshorti kemi më shumë se 20 vite që jemi në Shqipëri, dhe arsyeja pse kemi ardhur në Shqipëri ishte për t'i ardhur në ndjem fëmijët që jetonin në situatë nga më të vështirë dhe kryesisht fëmijët që jetonin në landfillin e Sharës. Edhe që në fillim të punës neve kemi qenë në kontakt me fëmijët që sot themi që kanë kaluar shumë trauma, ishim në situatë traumatike edhe përjetonin vështirësi për të jetuar. Edhe në qoftë se në atë kohë ndoshta neve nuk e kuptonim. Me kalimin e viteve, duke punuar me fëmijët, qoftë fëmijët që ishin të abuzuar, qoftë fëmijët që ishin në situatë rruge, qoftë me fëmijët që ishin në institucion rezidencial ose shtëpi fëmijës, fëmijët të braktisur, neve kemi kuptuar edhe më shumë që përtej çdo lloj aktivitet që mund të bënim, neve kishim nevojë që të kuptonim diçka më thellë. Çfarë nga vinin reagimet e tyre, nga vinin pa përshtatshmëri në shoqëri, në marrëdhënie me të tjerë. Edhe para disa vitesh kam bërë një specializim pikërisht për trauma në fëmijëri, që të kuptoja pak më shumë. Çfarë është trauma? Si ndikon trauma në jetën e fëmijëve dhe si mund t'i ndihmojmë fëmijët që të tejkalojnë traumën e tyre, që të shkojnë drejt shërimit. Për gjithë ata që na ndjekin sot dhe duan të kuptojnë pak më shumë, na tregova si mund ta përkufizojmë traumën, çfarë konsiderohet traumë në fëmijëri? Atëre, trauma neve mund të gjejmë përkufizime të ndryshme, po një përkufizim që mua më pëlqen, sepse më duket mjaft i thjesht, po edhe mjaft i plot, mund të themi që trauma është një ngjarje, ose një sër ngjarje, ose një përvojë që mposht aftësinë e një person për ta përballuar. I bie që është një përvojë, një sër përvojë që personi e përjeton si një diçka që i rrezikon ndoshta jetën, ose që i rrezikojnë funksionimi normal, edhe personi bllokohet edhe nuk arri ta përballoj këtë
event. Dhe pastaj prandaj ka efektet nga më të ndryshme. A mund na jepësh disa shembuj çfarë mund të jenë këto evente, këto ngjarje që ndodhin nga përvoja juaj edhe nga studimet që keni pasur? Çfarë mund të konsiderohet si një ngjarje traumatike për një fëmijë? Në fakt më pëlqen që ti përdor fjalën përvojë traumatik ose ngjarje traumatik, sepse mund të jetë një ngjarje traumatik që ndodh në jetën e fëmijëve, si një abuzim, si një neglizhim i vazhdueshëm, ose si një event, si një tërmet. Por mund të jetë një ngjarje traumatik që jo patjetër përkthehet në trauma në jetën e fëmijës, sepse ai do të ketë mjaftueshëm person që e rrethojnë ose forcën të brendshme për ta të i kaluar. Por kjo ngjarje traumatik mund të bëhet traumë në qoftë se ai pikrisht nuk e ka këto mbështetje për ta të i kaluar. Në fakt neve kemi parë fëmijë të ndryshme që mund të përjetojnë të njëjtën ngjarje. Mund të jetë edhe në një familje, dy fëmijë që përjetojnë ndarje nga jetën e një person të afërt. Një fëmijë do arri ta përballoj kjo ngjarje me kalimin e kohës, ndërsa fëmijë tjetër mund të mos ta përballoj edhe të shkoj deri në depresion. Të doja që të shikojmë pak më thellë, domethënë cilat janë disa nga format më të zakonshme të traumës që përjetojnë fëmijët. Nga kjo, cilat janë disa forma të zakonshme në një gjuhë që mund të jetë e thjeshtë për ata që na dëgjojnë tani. Në fakt janë disa lloj traume. Neve mund të themi që janë disa traume që mund të jenë traume akute. Atëre nuk është një gjuhë shumë e lehtë, e shpejt, me është një traumë që është vetëm një moment të caktuar. Që këtë mund të jetë një tërmet, një katastrofë natyral, mund të jetë vdekja e një person të afërt, mund të jetë një aksident, është një event e vetme. Po pastaj mund të jenë edhe trauma që neve themi trauma kompleks. Këto trauma kompleks mund të jenë trauma që janë një sër eventesh. Fëmijët që abuzohen vazhdimisht në familje. Fëmijët që dëshmojnë vazhdimisht një person të familje që dhunohet. Mund të jetë një fëmijë që përjeton vazhdimisht neglizhimi. Ose mund të jetë edhe një fëmijë që është i braktisur në një moment edhe jeton larg familjes për arsye nga më të ndryshme dhe krijon tek fëmijët një stres që është kronik edhe për shkak se është kronik edhe vazhdon në një kohë të gjatë, pastaj imposht aftësinë e fëmijës për ta përballuar. A mund ta tregosh ndonjë histori nga personat që juve keni ndjekur gjatë kësaj kohe që ka qenë qoftë i dhënuar apo ka përjetuar një ngjarje të tillë traumatike? Patjetër, tek qendra Oaz ku neve punojmë, kemi disa rastet, patjetër që nuk do përmend as emrat, as detajet. Thjesht duam të kuptojmë pak më shumë. Por neve kemi fëmijët që vinë, do thohet që kemi parë që janë fëmijët që kanë parë vazhdimisht nënat e tyre të dhunohen nga bashorti. Edhe neve shikojmë që ato jetojnë në vazhdimsi jetojnë në frikë, në ndjesje frike, në ndjesi çfarë do të më ndodh, a mund t'i besoj të tjerët, pse jam i pafuqishëm për të mbrojtur edhe nëna ime. Edhe kemi parë që vërtet këto krijon edhe pastaj sjellje tek fëmijët që përpiqet t'i përballoj, po me sjellje që janë të papërshtatshme në shoqëri ose të papërshtatshme për moshën e tyre. Çfarë është një sjellje papërshtatshme që juve e keni parë, domethënë tek ta fëmijë? Patjetër që kemi parë fëmijët që për shembull bëhen të dhunshme, sepse dhunat që kanë dëshmuar patjetër që e shikojnë si model edhe mendojnë që është e vetmja mënyrë, por disa herë atë pjesën e dhunshme mund të jetë thjesht një reagim që nga frika reagojnë edhe për të përballuar frikën, të mendojnë që dhuna është një diçka. Neve shikojmë edhe disa herë disa fëmijë që nuk arrin të përqendrohen, sepse janë kaq të përqendruar tek mbijetesë,
si të mbijetoj, ku është rreziku, nga më vjen, që ata fokusohen në bijetes në vend që të fokusohen në përqëndrimi për shkollën, përqëndrimi në një bisedë me një person. Pastaj shikojmë edhe fëmijët që kanë të vështirë të lidhen me të rriturit, kanë humbur besimin tek të rriturit, mendojnë që të rriturit nuk mund t'i besojmë, edhe prandaj nuk arrin të ndërtojnë marrëdhënie të shëndetshme me të rriturit ose me bashkëmoshatarët të tyre. Edhe si ndekon juve e preket pak ndikimin që ka trauma, doja që nëse mund të zgjerohemi, nëse kemi diçka tjetër për të thënë, se si ndikon trauma zhvillimin emocional, por edhe zhvillimin mendor të këtyre fëmijëve. Në fakt, në rast se trauma ndodh në etapat kryesor të zhvillimit të fëmijës, do më thënë në fëmirin e ershme, në moshën sa më të vogël, mund të ketë edhe ndikim në zhvillimin e fëmijës, sepse trauma, stresi toksik, frika e vazhdueshme ku jeton fëmijët, do ta pengoj në zhvillimin e tij. Kështu që mund të prek zhvillimin kognitiv, mund të prek aftësinë e një fëmijë për të mësuar siç mësojnë fëmijët e moshës së tyre. Mund të prek patjetër edhe aftësinë e fëmijët për të rregulluar emocionet e tyre, sepse janë të bllokuar në atë ndjesi frike. Besoj që edhe ne secili e dim që kur jemi të mbytur në frikë, nuk arrim të mendojmë, ne vetëm reagojmë. Dhe këtë është atë që ndodh tek fëmijët. Edhe reagimi për disa fëmijë mund të jetë luftë, atë bëhen të dhunshëm, luftojnë, ose mund të jetë që atë vrapojmë larg rreziku, ose janë disa fëmijë që do ngrinë, nuk do dinë më çfarë të bëjnë dhe nuk arrin më as të kenë asnjë lloj reagime. Pastaj, patjetër, është edhe pjesën që fëmijët do të kenë të vështirë të rregullojnë vetë emocionet e tyre. Neve mund të shikojmë fëmijët që do të acarohen dhe nuk do arrin të qetësohen, sepse nuk e kanë ndërtuar këtë aftësi. Ose të kundërt, disa fëmijë që do të jenë vazhdimisht të trishtuar dhe nuk arrin të marrin hapat për tu vetë rregulluar. Dhe prandaj neve çfarë shikojmë nga jashtë, shikojmë sjellje, po në qoftë se neve mendojmë, duhet të shikojmë më poshtë, po pse është ajo sjellje, nga buron sjelljen, dhe shpesh është për shkak të traumës, për shkak se fëmijët jeton në një farë mënyrë në frikë edhe në stres të vazhdueshme. A ndodh që këto trauma që janë kaluar në fëmijëri dhe sigurisht as persone as njerëzit përreth nuk e kanë pasur ndërgjegjësimin që të merreshin me atë traumën, por dhe të shfaqen probleme më vonë në jetën e tyre? Patjetër që në qoftë se trauma nuk procesohet sa më parë, do lë shenjë sa më të fort edhe në vazhdimsi. Por atë që është e bukur është që truri ynë është i bërë në një mënyrë që neve themi që është elastik, edhe që ka gjithmonë shpresë që të shërohet, edhe në qoftë se është më vonë, nuk është asnjëherë tepër vonë për të procesuar edhe për t'i rikuperuar. Patjetër që mund të jetë më e vështirë, por ka shpresë, sepse vërtet truri ynë është i krijuar në një mënyrë të mrekullueshme që shërim ekziston, mundësia e shërimi ekziston. Nëse të ndalim në këtë moment në disa nga shenjat ose simptomat, si mund të dallojnë ata që punojnë me fëmijët? Ndoshta për një profesionist është pak më e lehtë, sepse ka më shumë njohuri, por ndoshta për një mësues të shkollës së të dielës që punon me fëmijët në kish, ose që punon në një organizatë ndihme. Cilat janë disa nga shenjat dhe simptomat? Si mund ta kuptojnë ata që një fëmijë është duke kaluar një moment një ngjarje traumatike ose po përjeton pasojat e një ngjarje traumatike që ndoshta mund të ketë qenë më herët në jetën e tij? Patjetër nuk është e lehtë të vlerësosh a është trauma, a është një diçka tjetër, po janë disa
disa shenja që ndoshta thjesht mund të na bëjnë të mendojnë prit. Ka një diçka tjetër mbrapa sjelljes që shikojmë. Për shembull, në qoftë se shikojmë fëmijët që kanë shumë të vështirë të përqendrohen. Mungesa e përqendrimit mund të jetë një shenjë që fëmijët përqendrohet te rreziku. Ose në qoftë se shikojmë fëmijët që vazhdimisht janë sikur janë duke parë rreth e rrotull tyre çfarë mund të më ndodh. Këtë mund të jetë një shenjë, sepse i bie që ata janë vazhdimisht në stres, vazhdimisht në frikë. Mund të jetë edhe fëmijët që kanë të vështirë të krijojnë marrëdhënie, që fëmijët që disa herë për shembull na afrojnë, kërkojnë tepër afërsi, ose të kundërt, fëmijët që largohen ose nuk duan marrëdhënie. Këto janë shenjat që mund të na ndihmojnë që të kuptojmë, prit ka një diçka. Po unë do thoja që në përgjithësi, nga momenti që neve shikojmë që një fëmijë ka një sjellje që mund të jetë sjellje kundërshtuese ose e kundërt, një sjellje shumë e tërhequr, është për të menduar çfarë ka mbrapa sjelljes. Dhe këtë mund të na ndihmojë që të kuptojmë, okay, çfarë po përjeton ky fëmijë në shtëpinë e tij ose në shkollë ose në vendet nga më të ndryshme. Jam bindur që ju keni punuar me fëmijë të moshave të ndryshme. Dhe këto simptomat apo shenjat, mendoj nuk janë njësoj siç është një fëmijë vogël dhe një fëmijë, një adoleshent për shembull. Nëse mund ta japësh disa shembuj si mund të dallojmë simptomat e një fëmijë vogël, edhe si mund dallojmë të një adoleshent, a ka ndryshime në mënyrën e shenjat që ata besoj që në parim shenjat kanë kategorizime të ndryshme dhe patjetër që edhe nga një person tek një person tjetër do të jetë ndryshe. Patjetër pastaj ka pjesën ndryshe është që një fëmijë i vogël nuk ka mundësi të shpreh me fjalën e tij. Si mund ta kuptosh një fëmijë të vogël që nuk shpreh dot mirë, se tregon dot mirë me fjalë. Atë që ka ndodhur. Një shembull ndoshta që është sepse disa herë neve përqendrohemi që tek sjelljet që na duken sjelljet sfiduese. Por një fëmijë i vogël mund të ketë pas neglizhim në jetën e tij. Edhe një fëmijë i vogël, një beb, normalisht në rrethana të ndryshme, një fëmijë i vogël kur ka një nevojë, ka nevojë të pi, ka nevojë të ndrohet, ka nevojë të fle, çfarë do të bëj? Do të çaj. Ka rastet fëmijët që kur kanë çar, nuk i është ardhur asnjëherë njeri për t'i ndihmuar, për t'i përgjigjur nevojën, çfarë do të ndodh? Zërin e tij do të mbylet. Edhe mund të jenë fëmijë që nuk çajnë. Nuk shprehin më nevojat e tyre. Edhe si shprehin ndoshta emocionet e tyre. Sepse kanë kuptuar që unë edhe në qoftë se po kërkoj ndihmë, po kërkoj kam një nevojë, asnjëri nuk ka ardhur për të ma plotësuar, kështu që nuk kam më nevojë që të çaj. Nuk është e thënë që çdo fëmijë do të jetë njësoj. Mund të jetë e kundërt. Disa fëmijë që ndoshta kanë marrë er pas ere, kanë marrë për kujdesjen, kanë marrë është një person që i ka ardhur për t'i përgjigjur nevojat, por njerë vjen për t'i përgjigjur, njerë nuk vjen. Mund të jetë e kundërt. Fëmijët në vend që t'i mbyllet zërin, do bëj të kundërt. Do filloj të çaj dhe do të jetë e pamundur që ta qetësojmë. Sepse ai mendon, unë kam një nevojë dhe disa herë më ka ardhur kur çaj. Kështu që unë do vazhdoj të çaj, edhe në qoftë se më plotësohet, sepse unë nuk e di në qoftë se erën tjetër do më plotësohet mua nevojën. Kështu që këtë është më shumë për fëmijët sa më të vegjël. Thjesht ato që dua të theksoj është që këto janë vetëm shembujt. Edhe nga një fëmijë te një fëmijë tjetër mund të jenë reagimet të është e rëndësishme ta njohësh fëmijën edhe koha mendoj që shpenzon atë. Besoj që kur janë fëmijët që neve ndjekim me vite, ato që është e rëndësishme është të kuptojmë a ka pas një ndryshim në sjelljen e tij në një moment. Në qoftë se në një moment ka qenë në një mënyrë, ka pas një sjellje të caktuar dhe ndryshon sjelljen e tij.
atëre është për të menduar çfarë ka ndodhur që sjellja e tij ka ndryshuar. Mund të jetë edhe në rezultatet akademike, në qoftë se ka pas një curi shumë të mirë në shkollë dhe në një moment ndryshon këtë gjë, atëre është për të qenë e vëmendshme çfarë mund t'i ketë ndodhur fëmijët. Dhe pastaj është patjetër, sidomos kur ndoshta fëmijët rriten më shumë, do të kenë më shumë mundësi që ta shprehin, është sa më shumë të jemi personat të sigurt për ta, që një ditë mund të vinë të na tregojnë. Mund të ndjejnë që kjo person është e sigurt, është e qëndrueshme, kështu që unë mund të shkoj edhe të ndaj me të problemet që unë kam. Më doja të kalonim pak edhe tek psikologët, profesionistët, por edhe tek prindrit. Çfarë lloji mbështetje është e dobishme në këtë moment? Si mund ta mbështesin ata fëmijën që ka kaluar një traumë? Në fakt, studimet tregojnë që janë 3 shtyllat kryesor për të ndihmuar fëmijët që kanë kaluar trauma. Shtylla e parë është siguri, sepse shpesh trauma vjen nga një mungesë sigurie. Kështu që gjën e parë është që duhet të arrijmë që fëmijët të ndjej i sigurt. Kështu që neve të sigurojmë që sjellja jon, mënyrën si neve i qasemi, është e sigurt edhe fëmijët e ndjej si të sigurt. Mënyrën si neve flasim, mënyrën si neve veprojmë. Rrethanat ku është fëmijët, që edhe në mënyrë fizik, po dhe emocional, fëmijët të ndjet i sigurt. Sepse në këtë mënyrë ai nuk do të jetë gjatë gjithë kohës në alarm duke menduar ku është rreziku. Kështu që këtë është shtylla e parë. Një shtyllë tjetër që neve mund të bëjmë, qoftë profesionist, qoftë prindër, mësues, në çfarëdo lloj pozicion që jemi, është të përpiqemi të ofrojmë marrëdhëniet të qëndrueshme edhe marrëdhëniet të sigurt për fëmijën, që ai të ketë një model ku ai shikon një person ku ai mund të shkoj edhe ai mund të gjej siguri, mund të gjej ngrohtësi edhe qëndrueshmëri. Kështu që kjo është shtylla e dytë, marrëdhëniet të shëndetshme, ndërtimin e marrëdhëniet të shëndetshme, ndërtimin e një atashim me një person që është e sigurt. Dhe shtylla e tretë, që është edhe e rëndësishme, është që të ndihmojmë fëmijët të vetë rregullohen. T'i ndihmojnë kur për shembull ata kalojnë në kohë shumë të frikësuar ose që mund të jenë me shumë zemërim, t'i mësojmë si kur neve jemi në këto situatë, si mund të mësojmë që të qetësohemi, të rikthehemi në një vend ku jemi të qetë dhe gati për të mësuar, për të ndërvepruar me të tjerë. Dhe mos të mendojmë që gjithë fëmijët duhet të dinë si të qetësohen nga zemërimi, por që vërtet t'i ndihmojmë. Ndoshta në fillim, siç neve bëjmë me një fëmijë të vogël, neve me një fëmijë të vogël i mësojmë të thot faleminderit. Si t'i mësojmë? Neve do ta përsërisim derisa të bëhet një gjë e zakonshme. Edhe për pjesën e vetë rregullimit. Do t'i mësojmë, ndoshta në fillim do t'i bëjmë bashkë me fëmijën. Si të rregullohesh, merr frym thellë, shiko çfarë shikon, çfarë mendon, që t'i rikthejmë në realitet. Dhe një herë që neve kemi praktikuar me të, pastaj do të jetë i aftë në situata të ndryshme që ta bëjë vetë. Kështu që 3 shtyllat kryesor, të ofrojmë siguri, të ofrojmë marrëdhënie të shëndetshme, edhe të mësojmë fëmijët të vetë rregullohet. Jam e bindur që ju përdorni teknika apo terapi specifike që t'i ndihmoni fëmijët që kanë kaluar trauma në fëmijërinë e tyre. A mund të ndani me ne disa prej këtyre teknikave që keni përdorur dhe që kanë pasur sukses? Atëre, tek Qendra Oaz neve kemi pilotuar, do thoja, disa teknikat që bazohen mbi ato 3 shtyllat. Kemi edhe zhvilluar një kurrikula për të ndihmuar stafit që punon me fëmijët, për të ndihmuar edhe vetë fëmijët që të kuptojnë për veten e tyre çfarë i ndodh në jetën e tyre. Kështu që
për shembull atë gjë që kemi folur, që njerë fëmijët të identifikojmë, a jam në një zonë ku jam duke humbur kontrolin mbi emocionet e mia, edhe si para se të më ndodh këtë, çfarë unë mund të bëj, çfarë teknik mund të përdor. Këtë është një gjë të përdorim. Neve përdorim edhe shumë pjesën që vazhdimisht neve i kujtojmë fëmijët. Në këtë vend ku jemi, neve nuk do të lejojmë askënd që të shajt, të ofendoj, të lëndoj. Edhe as ty nuk do të lejoj që ti të ofendosh, ti të shash ose të lëndosh tjetrin. Pastaj, për shkak se kemi edhe një psikolog në qendrën tonë, kemi tani disa vite që praktikojmë terapin e lojës. Është një terapi që është e padrejtuar. Është një terapi ku fëmijët është i lirë që nëpërmjet lojës të shpreh, të procesoj traumën e tij. Edhe kemi parë rezultatet të jashtëzakonshme për disa fëmijë që kishin kaluar trauma shumë të vështirë në jetën e tyre. Jam shumë e gëzuar që juve e bëni këto për në qendrën tuaj, për ndihmën që ofroni, dhe mendoj afroni juve mbështetje për profesionistë të tjerë apo persona që shërbejnë në kisha apo në komunitet. Në qendrën tuaj ofroni një trajnim për ata, ose ne mund të flasim më gjerë më vonë, po thjesht tani dua vetëm që ta di nëse kjo është thjesht ju jeni të fokusuar vetëm në ndihmën ndaj fëmijëve, në shërbesën që jepni fëmijëve, apo këtë përvojë që keni grumbulluar në kaq shumë vite, edhe edukim, jeni të gatshëm që tani ta kaloni edhe tek të tjerët. Në fakt, pikrisht këtë ka qenë qëllimi pse jam specializuar, pse edhe kemi implementuar te qendra Oaz disa qasje, sepse neve nuk duam që ta mbajmë vetëm për vetë, por neve duam që këtë përvojë, këtë njohuri që kemi, ta ndajmë. Edhe me kalimin e viteve kemi bashkëpunuar me organizata ndërkombëtar të tjerë që zhvillojnë trajnimet. Kemi zhvilluar vetë edhe disa materialet, qoftë për profesionistë, qoftë edhe për persona që ndoshta punojnë në kishë, që patjetër përballen me fëmijët që mbartin trauma në jetën e tyre, ose qoftë edhe për mësues. Po për këtë mund të flasim edhe më shumë më gjerë. Po, do flasim, ju premtojmë që do bëjmë më shumë programe, ku do të tregojmë pak më shumë edhe për një ndihmë specifike, jemi pak më konkret, po thjesht ta dini që do të jetë edhe nëse keni pyetje ose nëse doni të dini diçka më specifike në kishën tuaj, nuk e di, ndodh që në Shqipëri ka kisha që janë edhe në Kosovë, ka kisha që janë në qytete të mëdha, edhe ndoshta kanë profesionistë, kanë pasur dhe mundësinë të trajnohen, por ka edhe kisha që janë në qytete të vogla apo në fshatra, ku nuk kanë s'kan shumë njerëz që të shërbejnë, apo dhe ka nevojë për këtë lloj trajnimi. Kështu që do të flasim edhe për ju, nëse keni pyetje, sigurisht që mund të na shkruani. Dhe tani doja të shikojmë bashk çfarë mund të bëhet në komunitetin e krishterë, ne si besimtar, që përveç njohurisë fizike që kemi dhe që është njohuri e mirë që ne duhet ta përdorim, kemi edhe punën e frymës shenjtë në zemrën e një njeriu, e personit me cilin jemi duke këshilluar, po dhe ne vetë drejtohemi nga fryma e Zotit na drejton në mënyrën se si të kujdesemi për këta fëmijë. Çfarë mund bëjmë ne si komuniteti krishterë për këta fëmijë? Në fakt besoj që e ke thënë hapi parë, patjetër është edhe ne vetë jemi të ndërgjegjshëm për çfarë është trauma, si ndikon trauma tek fëmijët, edhe që t'jemi të gatshëm që të shikojmë jo nëpërmjet lentet tona, po nëpërmjet lentet e një fëmijë që ka kaluar trauma. Dhe në këtë mënyrë edhe qasja jonë mund të jenë ndryshe. Patjetër mendoj që kemi edhe nevojë që të pajisemi mënyrën konkret, si neve duhet të bëjmë. Edhe njëkohësisht unë mendoj që është edhe disa herë që të kuptojmë edhe të arrim të kuptojmë, por si një fëmijë që ka kaluar trauma mund të lidhet me Zotin. Ose çfarë janë pengesat që mund të jenë për një fëmijë që ka kaluar kaq shumë trauma, që të besoj që Zoti e do me të vërtet. Dhe ndoshta edhe këtu kemi për të menduar si ne mund vërtet të bëjmë që fëmijët të shikojnë Zoti si
një atë i dashur. Edhe besoj që patjetër ti e ke prekur që pavarësisht në qoftë se neve pajisemi, në qoftë se neve bëjmë të gjitha gjërat, mos të mendojmë që do bëjmë ndryshim me forcat tona, por që vërtet të besojmë që Zoti është mbi çdo gjë dhe është ai që bën punën e thellë në zemrat e çdo fëmijë, edhe që vazhdimisht neve të sjellim fëmijët që kalojnë kohë kaq të vështirë në krahët e tij. Vërtet është përgjegjësi e madhe, por është edhe kënaqësi. Kur të shikon një fëmijë të vogël që lulëzon, jeta e tij ndryshon për shkak të kësaj prekje që njëri nga ne që ishte afër tij në atë moment të kuptoi problemin me cilin ata përballeshin dhe i ndihmoi që të kalonin nga i bllokimi edhe të mamtriteshin edhe të fillonin të lulëzonin. Një gjë që e shikoj shpesh edhe ne kemi diskutuar shpesh në biseda. Ndonjëherë kemi pak merak që të flasim një fëmijë që mund të ketë kaluar përmes një traume, se kemi merak se mos e traumatizojmë më shumë. A mund t'japësh disa këshilla, tani jo më për profesionistët se profesionistët mendoj dinë ato, po për ne të tjerë që nuk kemi profesionist të shëndetit mendor, kemi një farë njohuri, kemi lexuar ose kemi pasur disa eksperjenca gjatë punës tonë, cilat janë disa këshilla që mund t'i japim një personi që shërben me fëmijët në kishë, ndodh që është një fëmijë që ka kaluar një traumë, si mund të flasim me ata, çfarë gjuhë do të përdorin me ata, që të mos e traumatizojmë më keq, ndonjëherë nga padituria, jo se duam ta bëjmë. Mendoj që një gjë që është e rëndësishme, që duhet të kemi të gjithë në vëmendje, është kur shikojmë një sjellje të fëmijës, në mënyrë instinktiv neve mund të kemi dëshirë që të rregulojmë sjelljen. Nuk është duke rreguluar sjellje që neve do sjellim ndryshim, po është që të fillojmë të mendojmë çfarë me të vërtet ka mbrapa sjelljes së fëmijës. Çfarë fëmijët do të na thotë nëpërmjet kësaj sjellje. Dhe besoj që këtë është një pikë nisje. Pastaj është patjetër është që të mendojmë që mos të bëjmë një ritraumatizim. Besoj që për të bërë për këtë gjë është e rëndësishme që të kuptojmë edhe kufit tona. Në qoftë se nuk jam psikolog, nuk jam profesionist, të jem e kujdesshme mos unë të marr hapat që nuk më takojnë mua, sepse për shembull që të shtym një fëmijë që të flas për traumën e tij kur ai nuk është gati, mund të jetë një ritraumatizim. Është më mirë që të jetë me personat që janë të përgatitur për këtë gjë. Do të thënë, një person që nuk është profesionist, duhet ta ngushëllojë fëmijën, t'i japi siguri, t'i japi ndoshta mbështetje emocionale, por ta referoj tek një profesionist. Po, në qoftë se neve shikojmë që ka shenja që vërtet na te kalon përgjegjësia jon për të dhënë dashuri, te kalon përgjegjësia jon për të qëndruar afër fëmijës, në qoftë se vërtet fëmijët e ka të vështirë të funksionojë, ta referojmë në vendet që mund t'i ofrojmë fëmijët vërtet një përkujdesje e duhur. Dhe në mbyllje të bisedës tonë do doja të pyesja cili është mesazhi yt për prindrit, por edhe për ata që shërbejnë me fëmijët në kishë. Çfarë mesazh do të kishe për ata? Unë thjesht do thoja që vërtet të mendojmë çfarë mund të jetë duke kaluar ky fëmijë që ka ajo sjellje që ndoshta mua më sfidon shumë. Edhe që pastaj të mendojmë jo për vetes tonë, po të mendojmë si unë këtij fëmijë mund t'i sjell siguri edhe një dashuri që do ta ndihmoj ndoshta të nis udhëtimin e tij drejt shërimit. Do të falenderoj për këtë bisedë që kemi pasur bashkë dhe do doja të ftoja të gjithë miqtanë që na kanë ndjekur, që nëse keni disa situata, ndoshta që ju keni përballë me fëmijët tuaj dhe ndërsa dëgjuat bisedën po mendoni, kjo mund të ketë shkaktuar një traumë tek fëmia im, dhe ndoshta mund të jetë arsyeja për sjelljen e tij, ndoshta asnjëherë s'keni folur me një profesionist, nëse doni ta tregoni dhe ta diskutojmë bashkë me Ruthin, ju ftoj që të na shkruani. Ju mund ta shkruani në adresat tona të mediave sociale, në numrin tonë të telefonit që do ta ndiqni në këtë moment në ekran apo në adresën tonë të emailit. Faleminderit Ruth, ishte kënaqësi.
Do takohemi prapë. Deri në ardhshme, mirë dëgjofshim gjithëve. Faleminderit, mirupafshim.